mendësinë e deri më sotme të shqiptarëve, të atyre shtresave që e kanë mbajtur në pushtet. Dhe mendësia është që e keqja është larg shtëpisë time, larg xhepit tim, për të qenë më të saktë, dhe për sa kohë që xhepi im ka disa para, për sa kohë që kam disa para në dyshek, për sa kohë që kam disa apartamente këtu ande këtej, jemi në rregull. Mirë, por nuk funksionon kështu. Tani po vjen haraçi. Dhe haraçi do të thotë që shteti do t'i fus duart në xhepat e gjithkujt. Thellë e më thellë. Nuk do të mjaftojë, nuk do të ketë më siguri. Shikoni, roli kryesor që ka shteti është që të jap siguri ekonomike, politike, shoqërore për çdo individ. Tani, në momentin që ky shtet nuk mbërrin dot të mbajë vetveten, që është në borxh, që është i kapur nga interesat huaja, ku është bërë një vend lufte nëpërmjet shumë interesave të huaja, në atë pikë shteti pastaj sheh vetëm mbijetesën e vet. Dhe kur sheh vetëm mbijetesën e vet, i fut duart thellë më thellë në xhepat e qytetarëve, të cilët e mbështesin. E në atë pikë, kjo është ajo që duhet të ndodhë sot, jo nesër. Dje, jo sot. Qytetarët, njerëz shqiptarët, ata që ndjejnë veten të tillë, që duan që Shqipëria e djemve, vajzave, nipërve dhe mbesave të tyre të mbesi një Shqipëri e shqiptarëve, duhet që të kuptojnë që me këtë rrugë janë duke shkuar drejt një skllavërimi të plot në duart e dikujt tjetër, që nuk do të jetë më Edi Rama. Edi Rama nuk është më problemi themelor, Edi Rama do të bjerë. Herët ose vonë do të bjerë, por problemi tani më është skllavërimi i shqiptarëve. Si do t'i dalim skllavërimit? Këtë duhet mendojë secili individ. Dhe nëse nuk veprojnë sot, nuk do të ketë më kohë. Sidomos brezi i ri, duhet ta kuptojë që pas kësaj nuk do të ketë më, sepse nëse dështon kjo lëvizje, kjo protest, do të kesh një numër të konsiderueshëm njerëzish që do të jenë të papranueshëm për parinë e Tiranës. Disa shifra thon 300.000, disa shifra thon 500.000, e disa analistë të tjerë thon deri në 700.000 vet që do të detyrohen të largohen. Mirë, po sot për sot jemi 1.1 milion shqiptarë. Sipas censusit të qeverisë, të vetë deklaruar. Nëse ikin 700.000, Shqipëria pastaj mbetet i atyre 13% forcës punëtore që janë duke ardhur nga Afrika, nga Azia dhe nga do tjetër, ata do të shtohen, shqiptarët do të paksohen dhe pastaj askush nuk do të ketë më fuqi që të ndërhyjë në punët e shtetit shqiptar. Do të jetë një shtet multietnik, i kontrolluar nga sindikata, ndërkombëtare e krimit, dhe do të kemi një vazhdimsi të kësaj gjendje që kemi sot me fytyra të reja, me xhaketa të reja e të tjerë. Por ndryshimi real duhet fillojë që sot. Ju thoni që Rama ka rënë, por kjo rënje de jure tani si mund të jetë? Mund të jetë një rënje buta apo e kontrolluar, e fortë? Shikoni, kur them Rama ka rënë, unë flas nga pikpamja profesionale, ndaj dhe kërkoj që çdo kush që ka dy parë mend dhe e di këtë të vërtet, t'i thot këto pikvështrimet e veta pikërisht në mënyrë profesionale që njerëzit ta dinë të vërtetën. Me fjalë thjeshta, por profesionalisht. Kur them që Rama ka rënë, i ka rënë legitimiteti. Një pjesë e madhe e popullit shqiptar, jo vetëm që nuk e pranon më Edi Ramën si kryeministër, por e urren. Mund t'ju bëj vetëm një ndërprerje, ju lutem, sepse kemi ju pyes në këtë rast jo pa shkak, sepse para disa vitesh ishte refreni i Bashës që Rama ra, nuk është më kryeministër, këndosh edhe himni, mbyllesh edhe protesta. Nesër, Rama vazhdonte, fitoi mandatin e tretë, fitoi edhe të katërtin. Pra, çfarë ndryshon tani? Sepse, protesta, por ai po vazhdon akoma. Shiko, unë e kuptoj që njerëzit duan të shohin rezultatin tani. Në një shkrim tim para 2 vjetëve kam thënë që njerëzit për hir të një peme që e kanë përpara syve nuk shohin pyllin që është mbrapa. Nganjëherë duhet parë pylli që është mbrapa. Pikës pari krahasimi që ju bëni midis meje dhe zotit Basha për mua është fyes, jo në kuptimin personal të fjalës, por në kuptimin e tipit të argumentit. Argumenti i zotit Basha është një argument shterp. Është argumenti i njeriu që nuk ka bosht politik, ishte argumenti i njeriu që ishte i kapur, që ishte vegël e Edi Ramës dhe Sali Berishës. Ashtu siç është sot Sali Berisha vegël e Edi Ramës, ashtu siç sot ka përplasje brenda Paris, por në fundit ata janë gjithë bashkë kundër shqiptarëve. Pra, ai është një lloj argumenti që i shërbente diçka e tjetër. Kjo që po them unë sot është që Edi Ramën sot nuk e pranojnë më as shqiptarë të cilët deri dje kanë pranuar. Nuk e pranon më askush si njeri legjitim. Pra ai mund të vazhdojë në politikë, por do të vazhdojë për herë më tepër si një diktator.
siç ka disa vite që është bërë. Pra, si diktator ai mund të vazhdojë, mund të rritet disa vite nëse njerëzit nënshtrohen, nëse njerëzit e pranojnë skllavërinë, ai mund të rritë derisa t'i vi fundi vet biologjik. Ashtu siç është në krye të PD-s, Sali Berisha i cili do të rrijë atje ose familjarët e tij derisa t'i vi fundi biologjik. Po unë nuk po them për këtë lloj përfundimi. Unë po them përfundimi i tij si një lider i pranuar i shqiptarëve, si një udhëheqës i shtetit shqiptar i pranuar nga një shumicë ka përfunduar, ka kryer indikacionet e kësaj i keni edhe në përplasjet e brendshme me dorën e vjetër e të tjera, pastaj ka disa interesa të tjera. Me sa duket aty. Urdhro? Vetëm braçe me sa duket nga poshti vjetër. Sa dhe një përplasje në të ju besoj keni lexuar edhe shkrimet në media. Jo keni gabim. Deputeti Braçë është nga njerëzit më pak të sofistikuar nga pikpamja e ardhmes, ai flet për çështje politike të ditës sepse aq di, aq kupton, ose ndoshta aq ja kanë caktuar detyrën, por ka disa pjesëtar të tjerë të Parisë Tiranës të vjetër, duke filluar nga antar të vjetër të Partisë Socialiste që nga koha e Nanos, si Arta Dade, Ermelinda Meksi, që janë jashtë grupit parlamentar. Të cilët janë pjesëtar të thellë të Parisë Tiranës, të cilët kanë privilegjet e Parisë Tiranës pavarësisht se mund mos jenë parlament sot, të cilët kanë qenë atje sepse përfaqësojnë grupe të ndryshme brenda Parisë Tiranës dhe një grup themelor brenda saj. Këto lloj grupesh kanë filluar të dalin haptas dhe të mos e pranojnë, ndër tjera kemi dhe mëriqtar si Ditmir Bushatin apo Elisa Spiropalin. Po asnjëri prej tyre po Elisa më shumë flet për partinë se sa për qeverisjen. Kuptoj, por edhe një herë, mos u merrni me temën që keni përpara, ata mund të thonë çfarë të duan, ne duhet shohim çfarë mendojnë ata për ardhmen, çfarë mendojnë ata si zgjidhje. Elisa Spiropali zgjidhjen e shef që të ikë Edi Rama dhe të vijë ajo. Ditmir Bushati zgjidhjen e shef që të ikë Edi Rama dhe të vijë ai. Dhe do të vazhdojnë po të njëjtat rrjete, do të ndryshojë diçka, por asgjë. Sali Berisha është aleati i parë i Edi Ramës sot, por nëse nesër i jepet mundësia, Sali Berisha e lëshon Edi Rama dhe kapet me të tjerët, sepse në atë protest ke shumë ndikime edhe nga Ilir Meta, ke njerëz të Ilir Metës aty brenda, ke njerëz të Erion Veliat aty brenda, të cilët janë të vetmit që kanë një urrëtie të madhe kundër Edi Ramës, dhe të cilët janë të gatshëm të bëjnë luftë sepse janë burg, nuk kanë çfarë humbin më. Nëse Sali Berisha e sheh veten aty, mund t'i bashkohet ai atyre, por një ndryshim që sjell Sali Berisha në pushtet nuk është ndryshim. Një ndryshim që sjell njerëzit e Ilir Metës në pushtet nuk është ndryshim. Një ndryshim që sjell njerëzit e Erion Veliaj në pushtet nuk është ndryshim. Ndaj dhe kur e krahasohet argumentin tim me argumentin e Bashës, është argumenti Parisaj. Argumenti im s'ka të bëj fare me atë. Argumenti im ka të bëjë me atë që i intereson shqiptarëve. Çfarë duhet bëjnë shqiptarët nëse ndjen veten shqiptar? Nëse duan të rrinë sklever, paktën nesër nuk do të kenë mundësi të thonë që nuk pati një gazetar që nuk i bëri pyetjet dhe një